Sipas qeverisë, jo vetëm Banka e Shqipërisë, por dhe FMN konfirmon se është zhvillimi ekonomik që ka sjellë forcimin e lekut në raport me euron. E për të folur më shumë lidhur me programin kombëtar të qeverisë në ndihmë të biznesit në mënyrë që ai të integrohet edhe për të qenë në mënyrë sa më gati kur të jetë pjesë e tregut unik dhe të përbashkët evropian, e thamë në lart 450 milion konsumator, kam kënaqësinë që na dy biznes kemi një bisedë. Zoti Nkelet Musameliu është zëvendës, Ministri i Ekonomisë dhe Integrimit. Mirë se erdhën Nkelet. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Sa gati është biznesi dhe ekonomia në rrugën e integrimit? Ta nisim që këtu, se ka nisur mbyllja e kapitujve, pra duket sikur hapat i kemi pasur të shpejt në pjesën proceduriale, tani është pjesa praktike. Në fakt të gjithë dhe biznesi dhe ekonomia janë gati për të integruar në Bashkimin Evropian. Çështja është te kosto transaksionale, ose e thënë me fjalë të thjeshta, sa të aftë do të jetë biznesi dhe ekonomia shqiptare që në këtë proces integrimi të minimizoj kostot e integrimit dhe të maksimizoj përfitimet që vijnë nga integrimi. Por në terma të drejt për drejt të hyrjes në Bashkimin Evropian, patjetër që gjithë shoqëria shqiptare është gati për të hyrë në Bashkimin Evropian. Kur flasim për kosto dhe përfitimet, çfarë kostosh ka sipërmarrja? Sipërmarrja në varësi të fushës vetë përgjegjësisë dhe në fushës vetë të veprimtarisë, po themi, po gjithashtu edhe në varësi të vetë ndërmarrjes, pra standardeve me të cilat ajo operon dhe me radhë, mund të ketë kostot të larta, mund mos ketë kosto fare. Varet në cilin stad të zhvillimit është vetë ndërmarrja. Po të gjitha ndërmarrjet që operojnë në Shqipëri, të cilat eksportojnë në vendet e Bashkimit Evropian, apo të cilat operojnë me standardet që kanë në ekonomitë e Bashkimit Evropian, patjetër që janë gati, sepse tashmë operojnë në Bashkimin Evropian. Kompanitë e tjera të cilat operojnë vetëm në Shqipëri, në varësi të shkallës së zhvillimit ku ato vetë ndodhen, do duhet që të përshtaten për të integruar në tregun e Bashkimit Evropian, çka nuk kupton, duhet të zhvillojnë standardet e duhura për mallrat dhe shërbimet që ato prodhojnë, duhet të kenë praktikat e duhura mjedisore, duhet të kenë shkallën e nevojshme të digitalizimit dhe të gjurmës karbonit dhe me radhë, për gjithmonë në varësi të produktit apo fushës veprimtarisë së tyre, në mënyrë që të mund të operojnë pastaj në tregun e Bashkimit Evropian. Fakti që ne kemi pjesën ndërmuese të bizneseve tona të vogla dhe të mesme dhe vetëm 1.5% e totalit për 2025 janë kompani të mëdha me mbi 50 të punësuar. Sa e vështirë shton të gjithë të procesin, arritjen e standardit të cilësisë, ashtu edhe në le të themi ato të sasisë, sepse gjithsesi duhet konkurosh në një treg të madh. Duhet kemi parasysh një ndarje në këtë mes. Pra në njëra ndërmarrjet e vogla, mikro dhe me radhë, patjetër që pothuajse nuk preken fare nga procesi i integrimit. Pra nuk është se një berberi apo një rrobaqepsi apo një tjetër të vetë punësuari apo një mikro ndërmarrje të vogël do t'i kushtoj integrimi evropian në terma standardesh apo certifikatash, licencash që duhet kemi për të një shitsi perimesh tek lagja që rrezikon të vi një supermarket i madh apo një brend gjerman i madh, pastaj ajo që po flasim është tjetër gjë. Kjo është pastaj sfida strukturore e ekonomisë tonë. Pra një ekonomi e bazuar tek biznesi i vogël, patjetër që përballë një presioni në rritje të konkurrencës nga faktorë të tjerë ekonomik më të mëdhenj dhe më të fuqishëm, patjetër që vendosur përballë ndihet e vogël dhe mund të humbasë treg, ashtu siç mund të riorientohet dhe të gjej një treg tjetër akoma më fitimprurë se ai. Mund të bashkohen, atje ku ka mundësi. Patjetër që po, por ne duhet kemi parasysh diçka që ekonomia shqiptare është një ekonomi që bazohet pak më shumë se ç'duhet tek vetë punësimi. Dhe neve mund të kemi në shumë sektorë të ekonomisë familje të tëra, të cilat të një biznes i vogël vetëpunësimi kanë lidhur, le të themi, jetën e tyre dhe nuk shtojnë shumë vlerë të shtuar për ekonominë në tërësi. Sigurisht që baza solide e një ekonomie gjithmonë mbetet biznesi i vogël ose ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, po patjetër që të arrish eficiencën në prodhim, koston dhe me radhë do duhet pak akumulim kapitali, njohurie, aftësish në mënyrë që të jetë mundur të një lloj tjetër. Patjetër, bizneset të një lloj që shtojnë vlerë të shtuar ekonomisë, pra që prodhojnë, që përpunojnë, që eksportojnë dhe kështu me radhë. Programi kombëtar i qeverisë cilin lloj biznesi ndihmon? Programi kombëtar i qeverisë ndihmon pjesën ndërmuese të bizneseve të cilët preken në një mënyrë apo në një tjetër nga procesi i integrimit evropian. Preken, nuk e themi domosdoshmërisht në konotacionin e kanë një kosto,
por në konotacionin që duhet të dinë çfarë po ndodh dhe si do të operohet në tregun e Bashkimit Evropian, sepse patjetër një pjesë e tyre mund t'i kenë të gjitha kartat në rregull, le të themi, për të operuar në tregun e vetëm evropian. Të gjithë bizneset do të informohen në lidhje me çfarë do të thotë për sektorin ku ata operojnë integrimin Bashkimin Evropian. Dhe legjislacioni evropian mund grupohet shumë kollaj në 3 drejtime kryesore. Kemi një legjislacion që është i përgjithshëm dhe prek pothuajse të gjithë bizneset, dhe këtu lidhemi me ligjin për kontabilitetin, për mbajtjen e pasqyrave, për regjistrimin e biznesit dhe me radhë, të cilët do të linjëzohen pothuajse si në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian, dhe ky lloj legjislacioni prek përgjithsisht gjithë bizneset, po nuk është ndonjë ndikim që ka kosto për biznesin apo me radhë. Pastaj kemi legjislacionin tjetër i cili po gjithashtu prek të gjithë bizneset, por ama është pak më specifik. Dhe këtu mund të referohemi legjislacionit mjedisor, legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe me radhë, që prap prek pothuajse çdo biznes, sepse edhe në një televizion siç jeni ju ka rregulla sigurisë në punë dhe me radhë, të cilat duhet të respektohen dhe të jenë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Kështu që ky është grupi i dytë i legjislacionit, dhe pastaj kemi legjislacionin specifik që rregullon një fushë caktuar, për shembull prodhimi i lodrave, po themi, ka rregulla specifike se si duhet prodhohen lodrat, si duhet shënjohen, si duhet etiketohen dhe me radhë. Dhe ky është legjislacioni që ka edhe impaktin më të madh në fakt tek biznesi. Dhe për të tre këto rryma legjislacioni, i cili do të ndryshojë brenda 2-3 viteve të ardhshme në Shqipëri, biznesi do të përgatitet që të jetë informuar si do të ndryshojnë praktikat e regjistrimit biznesit, si do të ndryshojnë praktikat e mbajtjes bilanceve, si do të ndryshojnë praktikat që lidhen me sigurinë punë, me mbrojtjen e mjedisit, dhe gjithashtu kush janë edhe praktikat specifike pastaj që kanë një ndikim specifik mbi një sektor të caktuar apo një industri të caktuar prodhuese dhe kështu me radhë. Si do bëni këtë dhënie informacioni dhe sensibilizim nëpërmjet faqeje, kanë kanale komunikimi? Janë disa kanale komunikimi, patjetër është një le të them është një ushtrim shumë i madh dhe shumë gjithëpërfshirës. Puna ka nisur që kohë më përpara ku për çdo kapitull po llogaritet çdo direktiva apo rregullori që përfshihet në atë kapitull, çfarë nuk kupton specifikisht për biznesin. Pra, çfarë mund të kërkoj X apo Y direktive Bashkimit Evropian biznesit që operon në një sektor të caktuar. Dhe me të pasur këtë informacion në dorë, patjetër pastaj po zhvillohet një platformë që quhet platforma për përgatitjen e biznesit në tregun evropian, e cila do t'i vinë në ndihmë biznesit me një interoperabilitet shumë të thjeshtë, ku biznesi do të fut kodin e vet naçe apo kodin e operimit, dhe do të marrë operimin se kush është legjislacioni që ndryshon dhe që prek atë për drejt për drejt, po për sa i përket integrimit. Dhe pastaj patjetër që përveç platformës do të ketë një fushat derë më derë, e cila do të fillojë në vjeshtën e këtij viti, dhe gjithashtu do të përdoren pastaj edhe gjithë kanalet e tjerë të komunikimit nga media virtuale, rrjetet sociale deri tek media klasike për të diseminuar sa më shumë të mundur këtë informacion. Tani, kjo është për pjesën e sensibilizimit dhe informimit, por është një pjesë tjetër e biznesit e cila ka nevojë për një ndihmë konkrete, siç mund të jem për shembull, po thënë, manufaktura, cila duhet zhvillohet, duhet transformohet nga material porosit si në ciklin e mbyllur me Dinulbenia, si shembull. Për këtë kategori biznesi që ka kryesisht të bëjë me prodhimin, ajo që ne e kemi pikë të dobët